Bëj kujdes gjatë marrjes së pantoprazol nëse vuani nga sëmundje melçie. Në raste të tilla, mjeku do të përshkruaj doza më të vogla dhe do të kërkojë analiza periodike të melçisë. Kujdes për ju do të thotë: mos rritni dozën dhe mos kaloni kohëzgjatjen e përcaktuar të mjekimit pa u konsultuar. Bëj kujdes me pantoprazol nëse keni nevojë për ta përdorni për kohë të gjata. Bëhet fjalë më shumë se 12 javë ose si mjekim kronik. Kujdes për ju do të thotë: ndiqni rekomandimet e mjekut për të vlerësuar në mënyrë periodike ndikimin e këtij bari në largimin e magnezit, në mungesën e vitaminës B12, në osteoporozë e të tjerë. Bëj kujdes me pantoprazol nëse jeni mbi 65 vjeç. Kjo pasi në këtë moshë rreziku për fraktura dhe efektet e tjera anësore është më i madh. Kujdes për ju do të thotë të përdoret në cikle sa më të shkurtra dhe në dozë sa më të vogël. Bëj kujdes me pantoprazol nëse jeni shtatzën ose po ushqeni fëmijë me gji. Kujdes për ju do të thotë vetëm me vizitë dhe në cikle sa më të shkurtra. Bëj kujdes me pantoprazol nëse vuani nga osteoporoza ose keni histori familjare për koska të dobta me fraktura. Për të dyja këto, rreziku dyfishohet. Kujdes për ju do të thotë: kujtojani ose tregojani çdo mjeku që shkoni për vizitë se ju vuani nga osteoporoza. Bëj kujdes me pantoprazol nëse vuani nga lupusi kutan ose sistemik. Një sëmundje relativisht e rrallë që manifestohet me skuqje në fytyrë në formë fluture, kryesisht në hund dhe faqe. Njolla të kuqe apo skuqje në zona të ekspozuara ndaj diellit. Ndjeshmëri e lartë ndaj diellit, ndryshe e quajtur fotosensibilitet. Pantoprazol keqëson këto sëmundje. Kujdes për ju do të thotë: kujtojani ose tregojani mjekut sa herë që shkoni për vizitë se ju vuani nga lupusi. Bëj kujdes me pantoprazol nëse jeni duke marrë barna të tjera, veçanërisht barna të tillë si varfarin apo metotraksat në dozë të lartë. Kujdes për ju do të thotë: gjithmonë kur bëni vizitë të re apo kur merrni barna të reja në farmaci, kujtojani ose tregojani mjekut dhe farmacistit tuaj barnat që jeni duke marrë dhe ato që keni marrë në 2 javët e fundit.